إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنرم الله عز وجل أتى لفدرويم أتى فلندرويم tek ai kërkojmë mbështetje dhe ndihmë, tek ai kërkojmë strehim dhe mbrojtje, atje kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe e lutim që të na ruaj nga çdo e keqja dhe ligësi. Dhe mbi të gjitha të na ruaj nga ligësitë e shpirtrave tanë dhe punëve tona të këqija, të cilat shpesh herë bëhen shkak që njeriu t'ja vështirësoj vetës së vet jetën në këtë dynja përpara ahiretit. Po, zgjedhjet që ne bëjmë në këtë jetë, në këtë dynja, ato në një farë mënyre vendosin se si do t'jetë rrugëtimi ynë në këtë dynja. Dhe pa dyshim që njerëzit nuk janë një lloj në rrugëtimin e tyre drejt Allahut subhanahu wa taala. Ka njerëz që u vështirësohet jeta, ju ngushtohet, ju lodhet zemra dhe shpirti nga rrëmuja jetës së tyre, nuk gjen dot rehati me gjithë pasurinë që mund të posedojnë, dhe ka të tjerë të cilët, edhe pse me pak pasuri materiale, i shikojnë që janë të stabilizuar në jetën e tyre, ka një jetë të qetë, ka një prehje në shpirt, një dritë dhe siguri që i mbulon vazhdimisht dhe i shoqëron në jetën e tyre, a thua se e kanë vënë terezi gjithçka, megjithse nëse do të krahasonim mes pasurive që posedon njëra palë dhe tjetrës, do shikosh që ka disnivel. E megjithatë, o vëllezërit e mi, subhanallah, zemra e ka bërë Zoti i Madh subhanahu wa taala që zemra të mos qetësohet dhe të gjej prehje vetëse me mënyrën që ka përcaktuar Zoti xhelesha. Zemra nuk qetësohet nëse ke shumë pasuri. Me patjetër. Madje mund të thuhet e kundërta, që nëse lidh zemrën me pasuritë e shumta dhe me mendimin se duke pasur shumë pasuri, do të jesh i sigurt dhe do gjesh prehjen dhe qetësinë, mund në këtë çast e ke goditur veten atje ku s'mban më. Dhe nuk ke për ta gjetur qetësinë dhe prehjen. Sot do të qëndrojmë në një hadith të kësaj natyre, o vëllezërit e mi, në të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam, ai që i mjekonte aq mirë zemrat e njerëzve, dhe u tregonte se kush është ilaçi, na tregon që stabiliteti në jetën e kësaj dynjaje përpara ahiretit është pikërisht me menaxhimin e kujdesshëm të kësaj zemre. Dhe kujdesin e madh që qetësinë e zemrës të mos e lidhësh me gjëra që janë jashtë saj, me pasuri, sidomos, por ta lidhësh me diçka tjetër. Ta lidhësh me diçka e cila është një lidhje shumë e natyrshme mes robit dhe Zotit. Pra ta lidhësh me besimin, me imanin, me mbështetjen te i plot fuqishëm, tek ai që i ka të gjitha në dorë, me shpresën e mirë që ti i shpreson për jetësinë në ahiret, me xhenetin. Pra lumturinë të mos e lidh zemra jote me diçka të kësaj dynjaje, por ta lidh me ahiretin. Pra kjo është thelbi i asaj që do të flasim sot, o vëllezërit e mi. Në këtë hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Gjithmonë jemi duke folur për hadithet që kanë të bëjnë me zemrën, me punën e saj. Elus Allahu subhanahu wa taala ti qetësoj zemrat tona, ti stabilizoj ato, ti bëj që të gjejnë qetësi dhe prehje me krijuesin, se kjo është qetësia e vërtetë. Në këtë hadith i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na mëson një parim të rëndësishëm mbi prioritetet e njeriut. Lumturia, qetësia shpirtërore dhe begatia vijnë kur njeriu e ka botën e përtejme ahiretin, pra jetën pas vdekjes, e ka synimin dhe shqetësimin primar në jetën e tij të kësaj dynjaje. Pra lumturia është e lidhur ngushtë me atë që vjen dhe pritet të vijë, jo me atë që po e kalon në jetën e kësaj dynjaje. Në shumë ajete, Allahu subhanahu wa taala na ka treguar që jeta e kësaj bote është shumë e shkurtër.
dhe është një jetë mashtruese. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya qaumi inma hadhihi al-hayatu ad-dunya mata', wa inna al-akhirata hiya darul qarar." O popullim, jeta e kësaj bote është vetë se një përjetim i shkurtër, mashtrues. Jeta tjetër, ajo është shtëpia e amshueshme, e përjetshme, që s'ka fund. Dhe këta e thot Zoti në Kur'an, ai që na ka krijuar ne dhe botën tjetër. Nga ana tjetër, kur jeta e kësaj bote dynjaja bëhet preokupimi kryesor, njeriu përfundon i trazuar, i pakënaqur, pa fituar gjë më shumë se sa atë që është saktuar nga vetë Zoti subhanahu wa taala. Më poshtë është teksti i këtij hadithi, le ta dëgjojmë vëllezërit e mi dhe përfitojmë nga fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Men kanat al-akhiratu hammah, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu shamlah, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له." Për kthimi i hadithit, thot profeti sallallahu alaihi wasallam: kush e ka preokupimin kryesor ahiretin në zemrën e tij, Allahu do t'ja vendos pasurinë në zemër, do t'ja bashkoj, rregulloj punët dhe do t'i vi dynjaja duke qenë e nënshtruar para tij. Dhe kush e ka preokupim kryesor jetën e kësaj dynjaje, Allahu do t'ja vendos varfërinë mes dy syve. Do t'ja shpërndaj, do t'ja çrregulloj punët dhe nuk do t'i vi nga dynjaja veçse ajo që Zoti përcaktoi për ta. Këtë hadith pra e ka sjell Imam Tirmidhiu, e ka saktuar dietarët me cilëve dhe Sheh Albani. Allahu mëshiroft. Vjoj me shpjegimin e hadithit. Hadithi bën një krahasim të qartë me dy lloje njerëzish. Ati që e drejton zemrën dhe veprat drejt ahiretit, pra përgatitet për jetën dhe udhëtimin e gjatë pas vdekjes, dhe ati që e kufizon synimin vetëm te kjo botë e përkohshme. Marrim rastin e parë, kur ahireti është qëllimi primar i njeriut. Çfarë ndodh me këtë njeri? Kur një person vendos fokusin dhe kujdesin e tij kryesor drejt ahiretit, tek jeta e përjetshme, që na ka njoftuar Zoti në të gjithë librat që ka shpallur njerëzve. Dhe tek kënaqësia e Zotit, ai fiton 3 të mira të mëdha që i rendit profeti sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni me radhë të mirat që përfiton ky njeri, që lidh zemrën e tij me jetën e përjetshme, jo me këtë dynjë të shkurtër, që mbaron shpejt e shpejt. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: e para, Allahu do t'ja vendos pasurinë në zemër. Domethënë ky njeri do ta ketë zemrën të pasur. Çdo të zemra e pasur, një zemër e cila nuk ndjen nevojë për krijesat. Nuk ndjen nevojë për ato që ndjen nevojë gjithë njerëzit. Dhe njerëzit janë të varur nga çfarë? Nga pasuria, nga fama, nga njerëzit e tjerë, nga interesat e kësaj dynjaje. Domethënë njerëzit e lidhin zemrën me çfarë? Me krijesat e tjera. Kjo zemër jo. Kjo nuk është lidhur me krijesat. Është e lidhur me krijuesin. Dhe nuk është e thjeshtë që të arrijë zemra në një nivel të tillë, vëllezërit e mi. Këtë e bën vetëm Allahu xhaleshan. Dhe duhet që njeriu vetë në zgjedhjen e tij pra ta bëj primare ahiretin. Nëse do që zemrën ta ketë të pasur. Të mos i lëngojë zemra nga frika në këtë dynja, siç u lëngon zemra shumicës e njerëzve sot. Nëse do që mos të lëngojë nga frika kjo zemër për këtë dynja, lidhe zemrën me ahiretin. Lidhe zemrën me përjetësinë në xhenetet e Allahut xhaleshan. Pra, kjo do thotë kënaqësi shpirtërore. Allahu e bën atë person të pasur në zemër, pra e bën të kënaqur, të lumtur me atë që ka. Ai ndjen mjaftueshmëri dhe nuk lakmon tek pasuria e njerëzve të tjerë. Pasuria e zemrës është kënaqësia shpirtërore dhe besimi se furnizimi, risku që të ka dhënë Zoti është i mjaftueshëm. Pra ky njeri e di që ajo që më ka dhënë Zoti prej hallallit, kaq sa më ka dhënë është e mjaftueshme për mua. Nuk kem pse të ndjej siguri vetëm duke mbledhur patjetër para njëra mbi tjetrën.
Siguria nuk fitohet me para të shumta, fitohet me atë që ka dhënë Allahu prej halalit dhe ti ndjen kënaqësi me atë që ka dhënë Zoti. Secili ka fituar një punë në këtë dynja, jeton me një mënyrë të saktuar. Nëse ke krijuar një rutinë të përditshme, o vëlla im, ke krijuar një rutinë të përditshme, e nxorë riskun tënd. Kaq ta dish se është e mjaftueshme për ty. Se ditë janë ato, do kalojnë, dynjaja do ikë. Siç ka ikur deri tani kush të ka ushqyer, kush të ka furnizuar, o vëlla im. Nuk ka pse ta kesh të lidhur zemrën me çfarë, me patjetër me grumbullim pas, se vetëm kështu do jesh i sigurt. Vëllai, kjo është siguri e reme. Pra, ky njeri është i sigurt që ajo që ka dhënë Zoti për riskut është e mjaftueshme për ta thënë. Një njeri i tillë nuk e humb kohën duke vrapuar pas shtesave materiale pa nevojë, sepse është i qetë me atë çfarë i ka dhënë Zoti xheleshan. Sheikhul Islam thekson se zemra nuk e fiton pavarësinë dhe lirinë e vërtet përveç se përmes adhurimit të Allahut xheleshan. Pra si fitohet edhe një herë kjo pavarësi e zemrës, kjo lloj kënaqësie dhe pasurie e zemrës, o vëllezërit e mi. Dëgjoni një fjalë të një dietari. Dëgjoni me kujdes se është fjalë shumë e thellë. Njeriu është krijuar me një prirje të natyrshme, të kërkojë atë që i sjell dobi dhe të largohet nga ajo që e dëmton. Çdo njeri synon të mirat për vete dhe të largojë të keqen. Për këtë arsye, shpirti është gjithmonë në kërkim. Njeriu është e natyrshme të kërkojë, të ofrojë vetes të mira dhe të largojë prej saj të këqijat. Kjo është lumturia e njeriu. Gjithmonë në lëvizje dhe asnjë nuk gjen prehje dhe qetësi. Ai ka nevojë për një qëllim të lartë, për një pikë synim madhor drejt të cilit të drejtojë gjithë dashurinë e tij, shpresën dhe përkushtimin. Dhe vetëm aty të gjejë prehje dhe qetësi shpirtërore. Nëse ky qëllim, pra që të gjejë qetësi shpirtërore, lidhet me materialen, kur s'ke për ta gjetur? Sepse është gjë dynjaje. Vetëm ai që lidh zemrën me Allahun subhanahu wa taala, me krijuesin, me adhurimin e tij, me kënaqësinë e Zotit xheleshan, me jetën e përjetshme që të ka krijuar Zoti për të, vetëm kështu zemra do të bëhet e pasur dhe do të jesh i pavarur nga krijesat. Ose në të kundërt, deshe, ti do të jesh i varur nga materialja. Shpresoj ta keni kuptuar të fjalë. Prandaj ky adhurim dhe lidhja me Allahun xheleshanu, nëse bën qëllimi i kryesor, zemra çlirohet o vëllezërit e mi. Nga çdo varësi tjetër dhe njeriu fiton pavarësinë, duke qenë rob vetëm i atij që e ka krijuar Allahu xheleshanu. Imam Ibn Qayyim shpreh një tjetër të vërtet të madhe dhe thot, kush e kërkon Allahun me sinqeritet të plot, ai ka për ta gjetur. Dhe ai që ka gjetur Zotin, zemra e tij mbushet aq shumë sa që nuk ka nevojë më të mbështetet tek dikush tjetër veç Allahut xheleshanu. Prandaj gjithë sfida jonë o vëllezërit e mi është të gjejmë Allahun subhanahu wa taala. Ta kuptojmë që jeta e dunjas është e shkurtër, thjesht na ka krijuar Zoti që ta adhurojmë atë dhe të kërkojmë ahiretin dhe përjetësinë, kurse gjithë gjërat e tjera, pasuria e kësaj dynjaje, profesionet, jeta, gjithçka me cilën ne jetojmë këtu janë gjëra anësore. Që në fakt vetë Allahu subhanahu wa taala, siç do të vijmë poshtë në hadith, ai ka siguruar robit. Edhe sikur mbrapa diellit të shkosh, ti do të marrësh atë që të ka përcaktuar Zoti ty. Qëllimi jot s'është të mbledhësh këtë, se këtë ta ka siguruar Zoti, do ta jap. Siç të ka dhënë profesionin, siç ka dhënë logjikën, të ka dhënë mendjen, të ka dhënë aftësinë, dhe do ta jap Zoti sa ai t'ia ka ndarë këtë aftësi që e ke. Pra Allahu t'i ka ndarë këto gjëra. Thjesht preokupohu që ta lidhësh zemrën me ahiretin që të gjesh qetësi dhe prehje. Ose në të kundërt do vraposh dhe asgjë s'ke për të marrë më shumë vallahi. Do marr vetëm atë që ka caktuar Zoti xheleshan. Dëgjoni të mirën e dytë. E para ishte pasuria e zemrës, siç tham. Pra ta kesh zemrën të pasur me Zotin xheleshan. E dyta, Allahu do t'ja bashkojë punët. Jetë e rregulluar dhe e lehtësuar. Kjo nuk kupton se Allahu ja rregullon dhe harmonizon çështjet e tij e këtij njeriu. Punët e tij që përndryshe do të ishin të shpërndara në drejtime të ndryshme, bëhen të mbledhura dhe të mirë organizuara. Pra edhe jetën e dunjas ja sistemon Zoti këtij njeriu. Pra ja sjell sikur ti ketë përpara një tavoline dhe i zgjidh gjërat, i vijnë gjithë çështjet e dunjas së tij, ja lehtëson Zoti me mënyrën më të mirë të mundshme. Ja sjell lehtësimet që çdo njeri i tillë domethënë e ka provuar diçka, një mirësi të tillë nga Allahu xheleshan. Personi fiton qetësi mendore dhe përqendrim, sepse Allahu ndihmon në zgjidhjen e problemeve dhe në përmbushjen e nevojave të jetës. Shkurt, puna, familja, obligimet fetare dhe shoqërore, të gjitha i ka më të lehta dhe më të balancuara. Zoti i krijon mundësi dhe i hap dyert të suksesit, por nga nuk e mendon fare, nuk e llogarit ky njeri. Ja lehtëson Allahu. Pse? Sepse ky zemër ka lidhur me kë,
jo me sebepet me dynjan, ka lidhur me atë që krijon sebepet. Dhe qëllimi i këtij cili është fitoj ahiretin, atëherë Allah subhanahu wa taala që ushqen krijesat e kësaj bote, madje ushqen dhe njerëzit që e mohojnë fare. Edhe fyen mëngjes e mbrëmje. Nuk ka Allah subhanahu wa taala të t'japë dhe ty që adhuron mëngjes e mbrëmje Allahun xheleshanu, do t'i jap Allahun xheleshanu. Ka për ta dhënë rrezikun i madhruari. Pra, ti njeria jam mbledh Zoti çështjet ja lehtëson punët. Dhe pastaj thot në fund, do bija tjetër dhe dynjaja do t'i vijë e nënshtruar. Subhanallah. Njerëzit harbojnë pas dynjaje ta marrin, kurse dynjaja do t'i vijë këtij njeriu. Nëse dikush mund të harboj se atë ka qëllim dhe lodhet dhe prap rrezikun do marr, edhe ky rrezikun do marr vetë se këtij dynjaja i vjen e nënshtruar. Ja sjell Zoti subhanahu wa taala. Jo se ky nuk punon. Se ky është i ndershëm, punon, nxjerr me djersën e tij, nuk do thot hadithi që rrisë ta sjell Zoti dynjan dhe mos punon fare, jo, as pak. Por ky punon, po qëllimi nuk e ka me këtë punën. Dhe qëllimi i tij është adhurimi i Allahut xheleshanu, ahireti vëlla. Xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Dynjan ja sjell Zoti subhanahu wa taala me mënyrën që ai e di. Dhe çdo njeri ka të flas, subhanallahu, me lehtësime që sjell Zoti xheleshanu në jetën e kësaj dynjaje. Do të vijë në shtruar dynjaja. Furnizimi i kësaj bote e ndjek vet. Kjo do të thotë se të mirat materiale të kësaj bote do të vinë atij personi pa u munduar tepër për to. Dynjaja vjen në nështruar, do të thotë se ajo çfarë është caktuar si rizq në këtë botë do të arrijë patjetër, madje me lehtësi dhe në kohën e duhur. Ai nuk ka nevojë të harxojë gjithë energjinë duke vrapuar pas dynjas, sepse vetë dynjaja është kompas. Ati njeriu në kuptimin që Allahu kujdeset t'i jap pra rizkun e tij. Do t'i shkojë pas ti njeriu dynjaja, sepse Allahu kujdeset që t'i shkojë në këtë formë të lehtësuar. Edhe sikur ky person të mos e lakmoj pasurinë, ajo që është caktuar do të arrijë gjithsesi. Madje dynjaja nënshtrohet, por nuk e mposh dot prioritetin e tij. Nuk arrin dot dynjaja që ta mashtrojë, që ai përpiqen çik më shumë në dynja, të kesh më shumë luks. S'ka nevojë për luks ky njeri. Mjafton atë që ka dhënë Allahu. Ai gdhive ditën, e kalove ditën. Kjo ushqimin e ditës tënde. Veshjen të veshësh trupin dhe fëmijët e tu. Edhe një stret futesh kokën ti dhe familja jote. Ai ke këto gjatë kësaj dite. Je në një vend jetosh në paqe. Ke një shoqëri të mirë dhe vëllezër dhe miq. Ai ke di gjitha këto. Çfarë të duhet të mbledhësh më shumë, Ti s'jeton për të çështje. Jeton për të adhuruar Allahun xheleshanu. Jepi edhe përpiqu për Allahun subhanahu wa taala. Për veten tënde xhanën, porse përpiqu që të adhurosh Zotin xheleshanu. Shto prej dhikrit, leximit të Kuranit, adhurimeve, qoftë namaz, qoftë agjërime, qoftë sadaka, qoftë punë të hajrit, davet, lidhje farefisnore, punë të hajrit. Përpiqu të shfrytëzosh këto ditë të jetës tënde që të marrësh për ahiretin tënd. Se dynjajën e ke sistemuar, po ke sistemuar, ke një jetë dhe një punë normale, elhamdulillah ta ka lehtësuar Zoti. Përse duhet më patjetër të mbledhesh dhe të mbledhesh. Kjo është teprim vëllezërit e mi. Pra nuk mundet që dynjaja t'ia prish atij prioritetin. Është sikur dynjaja i dorëzohet atij me dëshirë apo pa dëshirë. Thjesht i nënshtrohet atij njeriu, ndërkohë që zemra e tij mbetet e lidhur pas ahiretit dhe jo pas pasurisë. Kjo i sjell një qetësi të veçantë, ai bën përpjekjet e nevojshme të jetës, por zemra ka mbështetur tek Allahu dhe nuk e shqetëson vetëm me lakmi të tepërta. Si rezultat gëzon edhe lumturi shpirtërore, edhe mbarësi materiale, sepse kur njeriu i jep përparësi ahiretit dhe Zotit xheleshanu, Allahu vetë subhanahu wa taala kujdeset që t'ia qetësojë zemrën dhe t'i jep hajër këtij njeriu. Çfarë do të thotë që ahireti të jetë prioriteti yt? Që ta kuptojmë këtë pikë dhe ta mbyllim këtë pjesë të parë të hutbes. Çfarë do të thotë që ahireti të jetë prioriteti yt? E para vëllezërit e mi, punosh në dynja në bindje ndaj Allahut. Do të thotë që njeriu ta njoh pse e ka krijuar Zotin këtë dynja. Dhe ta kuptojë qartë rrugën që e çon drejt këtij qëllimi. Ne na ka krijuar Zoti që të adhurojmë atë, të jetojmë në harmoni me të, dhe të shijojmë mirësitë e kësaj dynjaje, por me shpresën që në ahiret të shkojmë përjetësisht pranë tij dhe elhamdulillah mes të mirave dhe xheneteve të tij. Ky është qëllimi. Pra duhet të punosh në këtë dynja me këtë bindje. Kjo do të të japësh përparësi ahiretit. Ai që nuk e njeh këtë qëllim, ai që nuk di rrugën që ta përmbush këtë qëllim, atëherë si mund të jetojë me qëllimin të arrijë ahiretin dhe ta shqetësojë ahiretin, nëse as nuk ka hollësitë e nevojshme, as nuk lexon Kur'an, as fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Po të shikosh Kur'ani është i mbushur me këtë ftesë, edhe me këtë shtjellim. Pra edhe një herë vëllezërit e mi, të punosh në dynja në bindje ndaj Allahut. Kështu hallalli kërkohet me ndershmëri sepse është pjesë e bindjes, përgjegjësia mbahet si amanet, sepse Zoti e ka urdhëruar, detyrat të dynja përmbushen, jo sepse është rutinë e jetës se kështu duhet bëhet, se kështu shkon mbar tregtira.
jo vetëm kaq, por se mbi të gjitha, sepse kështu ka urdhëruar Zoti, me këtë fitoj ahiretin, pra ndryshojnë të gjitha veprat e tua. Me këtë qëllim, që bindesh Allahut, ndryshojnë gjithë jeta jote me niyetin të kënaqësh Allahun dhe të jesh në bindje ndaj Allahut. E dyta, shqetësimi yt është pra kënaqësia e Zotit. Sepse ai është miku më i dashur, më i afërt, nuk e tjetër mik dhe të dashur si Zoti subhanahu wa taala. Askush nuk mund të ngjetet afër siç i gjendet Zoti xheleshan. Nëse nuk je i bindur për këtë çështje, atëherë nuk je në rrugën e duhur. Je i hallakatur. Prioriteti i zemrës bëhet kënaqësia e Allahut, e cila arrihet duke shtuar adhurimet. Pra ai që ka prioritet ahiretin, e mbush jetën e tij me adhurime, sepse do që të kënaqë Zotin e tij. Pra shton adhurimet, u largohet gjunafeve dhe shfryzon çdo çast të kësaj dynjaje si mundësi për fituar ahiretin. Jeta mbushet me përmendjen e Allahut, me bindje, me vetkontroll, ndërsa kënaqësia e njerëzve mbetet dytësore. Dhe frika nga humbja e pasurive shuhet, sepse nuk është e lidhur me pasuritë gjëja, është e lidhur me adhurimin e Allahut xheleshan. Së treti, të jetosh sikur dynjaja të mos vlente asnjë grosh për ty. Kjo arrihet vetëm kur njeriu e sheh vlerën e vërtetë të ahiretit dhe kupton kotësinë e kësaj bote, shkurtësinë e saj dhe përzierjen e pashmangshme me lodhje dhe dhimbje. Jeta e mbushur me dhimbje është. Nuk ka gëzim pa pasur më vonë hidhërim. Nuk ka buzëqeshje pa të sjellë më vonë lot dhe trishtim të shpirtit. E tillë është dynjaja. Madje nëse njeriu fillon të llogarit, sa i ke çastet në cilat ke qeshur, ose ke qenë i lumtur dhe i qetë në këtë dynjë, ja më thoni. Dhe mendon se sa është koha më e gjatë është e mbushur me dhimbje valla, me plane për të ardhmen, me probleme se si do të kalojnë, si do të programosh të vazhdoj jeta për veten tënde, pastaj për fëmijët e tu, pastaj për niprit dhe mbesat e tu. Kjo është jeta. Atëherë kjo ja vlen për këtë jetë të mbushur të tillë, sakrifikosh ahiretin ku do të jesh përjetësisht me të dashurit e tu, nuk ja vlen ta sakrifikosh vëllezërit e mi. Pra edhe një herë, jeto sikur dynjaja s'vlen as i grosh, se e tillë është. Nuk do të thotë ta braktisësh kënaqësitë e kësaj dynjaje dhe përgjegjësitë që ke ndaj njerëzve, por jepi hakun që i takon asaj që duhet. Pra që është ahireti. Dhe fundit dynja do të vijë vëllezërit e mi edhe nëse domethënë hidhet gjithë bota ta pengojë. Nëse bën ato sebepe, atë rrezik që ka caktuar Zoti për ty do ta marrësh, edhe kjo është mirë që të kuptohet vazhdimisht. Për të kuptuar që çfarë do lloj sebepi që të bëjë njeriu në kurrizë të ahiretit, të mos mendojë i shkreti se do ta shtoj dynjan në këtë formë. Nuk e shton dot dynjan. Kujdes, fito ahiretin dhe pastaj çfarë mbetet për dynjan, elhamdulillah është e mjaftueshme, ka bërë Zoti të mjaftueshme për ty. Do ta marrësh rrezikun tënd, me një mënyrë ose me një tjetër. Kështu vëllezërit e mirë, elusallahu subhanahu wa taala të na mbush zemrat me pasuri për të. Elusallahu e madhëruar që ti mbledh çështjet tona, ti i bëj të lehta punë të kësaj dynjaje, dhe të na mundsoj të preokupohemi më shumë me ahiretin ton. Elusallahu të na mbush zemrën me përmallim për ahiretin. Dhe të mos e mbush me dashuri për të dynja, se vallahi domethënë s'ka gjetur qetësi ai që u lidh me jetën e kësaj dynjaje. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Në pjesën e dytë të hadithit, profeti sallallahu alaihi wasallam jep shembull atij personi që dynjaja është shqetësimi kryesor i tij. Dhe nuk mendon fare ose shumë pak për ahiretin. Ky njeri i cili e ka këtë cilësi, pra shqetësimi primar i tij, kur bie gjumi dhe kur ngrihet nga gjumi, është thjesht grumbullimi i pasurive të kësaj dynjaje dhe llogaria rreth pasurive të saj dhe storive të saj. Ky njeri, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, është e kundërta e atij të parit. Së pari, Allahu do t'ja vendos varfërinë mes dy syve. Subhanallahu. Edhe sikur të jetë miliarderi më i madh i kësaj bote, ai e ka varfërinë mes dy syve. Ç'do thot kjo? Ndjenje përhershme nevoje dhe pakënaqësie. Kjo frazë do të thotë se personi do të jetojë gjithmonë me frikën e varfërisë para syve të tij. Ai sado pasuri të ketë, nuk do të ndihet kurrë i ngopur. Gjithmonë i duket vetja i varfër, sikur i mungon diçka, sepse lakmia dhe ankthi për të pasurit më shumë i rin para syve. Në çdo çast, ai është si një hije e zezë e varfërisë që i qëndron gjithmonë përpara, duke bërë të ndihet i pasigurt dhe të varet
nga njerëzit e tjerë. Dietarët thonë se varfëria mes dy syve, që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, në kuptoj që ky njeri gjithmonë ka nevojë për krijesat e tjera, për ndihmë apo për pasuri. Sikur kjo nevojë të dalë përpara syve të tij sa herë. Pra nuk i shqitet nga sytë e tij nevoja për njerëzit, për lidhjet me ta, marrëveshjet me ta, tradhtia e tyre, frika se mos të lënë në balë, mos paksohet pasuria para syve të tij. Domethënë është gjithmonë në ankth, gjithmonë në frikë të vazhdueshme një njeri i tillë. Kjo është një varfëri shpirtërore, zemra e tij nuk gjen kurrë rahati, por mbetet e pakënaqur dhe e etur për më shumë në dynja. Së dyti, Allahu do t'ia shpërndajë punët. Jeta e çrregullt dhe plot shqetësime. Kur njeriu e vë dynjan para ahiretit, punët e tij humbasin rendin dhe bereqetin. Allahu i madhëruar i shpërndan, i çrregullon dhe i përhap çështjet e atij personi. Saqë ai nuk arrin dot t'i mbledhet i vër punët në vijë, t'i ketë punët e veta në vijë. Gjithmonë që e pyet si janë punët, lere shumë punë kam, rëmuj gjithçka, kam halle, nuk i kam mbyllur çështjet. Gjithmonë, a thua subhanallahu deri në shtratin e vdekjes, mendon vetëm për të punë. Mendon si të rregulloj punët, si të përfundoj marrëveshjet. Gjithmonë ky është shkaku i ankthit të tij. Personi i tillë zakonisht është të ngarkuar me angazhime dhe stres, ngatërohet nga një problem në tjetrin, nga një hall në një telash tjetër. Edhe kur duket se fiton diçka në një anë, i humbet diçka në anën tjetër, pra mungon harmonia dhe qetësia në jetën e tij. Subhanallahu. Kujtoni fjalët e njerëzve të pasur që vdiqën të pasur në fakt, dhe në fund fjalët e fundit të jetës së tyre, cilat kanë qenë? Mos u preokuponi me pasurinë, pasuria vjen. Pasuria është thjesht numra. Merruni me familjen tuaj. Pra ata e shikoni nga çështja e dynjas përsëri, nuk e shikoni nga aspekti i ahiretit. Po prapë çfarë thonin? Jetoni më shumë me familjen, me njerëzit e dashur, jetojini jetën se jeta nuk është thjesht vetëm vrapim që të mbledhesh, të sigurosh statusin e miliarderit. Dhe të kesh qetësi, jo vallai. Pra, është thjesht lodhje për ta, e vazhdueshme. Kjo përhapje punëve vjen si pasojë e shmangjes së tij nga qëllimi kryesor, ahireti. Pra, përkujtimi i ahiretit nuk të lejon të bëhesh i tillë, thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Duke qenë tepër i zënë vetëm me çështjet e dynjas, humbet ekuilibrin dhe përfundon me një jetë të trazuar dhe të pakënaqur. Dëmi tjetër nuk do të vijë nga dynjaja veçsa ajo që i është caktuar të vijë. Subhanallahu. Edhe kjo asgjë më tepër se caktimi i Zotit. Kjo pjesë e hadithit është shumë domethënëse. Do thotë se pavarësisht sa shumë përpiqet ky njeri të vrapojë pas dynjas, ai nuk do të marrë gjë tjetër veçsa asaj që Allahu ka caktuar për të që nga fillimi. Pra lodhja e tepërt e tij nuk i sjell ndonjë përfitim shtesë. Ai mund të sakrifikojë moralin, fenë dhe kohën e vet pas kësaj bote. Por në fund do të marrë vetëm atë risk që kishte dekretuar Zoti për të, as më shumë as më pak. Dikush mund të thotë, si mund ta thuash të fjalë ndërkohë që ai ka miliarda? O vllai im, risku i këtij miliarderi është një lloj si risku jot. Sepse risku jot cili është? Është ajo që hëngre dhe nxorre. Ajo që e vesh edhe grise. Dhe ajo që e le dhe për hir të Zotit dhe mbeti. Gjithë pasuria tjetër vëllezërit e mi do t'i mbetet të tjerëve. Do ta lësh pas. Madje nëse nuk i ke dhënë hakun, do të ndëshkojë Zoti për të. Tu ndonjë apo por në ahiret ndëshkimi është shumë i dhimbshëm vëllezërit e mi. Pra edhe një herë, kur thot profeti sallallahu alajhi wasallam, nga dynja e vjen veçsa ai sa është përcaktuar për të. Gjithë ajo shtesë që ai e mblodhi dhe e mblodhi në kurriz të ahiretit. Ajo nuk është se do të sjellë ndonjë dobi shtesë të miri, sepse nga pasuria e tij ai vetëm atë që ha dhe shpeshherë ta caktit janë edhe me peris, si thon fjalës. Mbajnë edhe dietë, do të hanë nga një tas supë. E thjesht vishin po të shikosh vishin shumë modest. Më fal, çfarë përfitove nga pasuria jote? Cili është risku jot? Pasuri që do ta marrësh, do ta lësh pas, do ta marrin njerëzit pas teje? Fëmijët e tu mund të kenë nevojë për një pjesë shumë të vogël të asaj pasurie, mjafton për ta. Ja ta kesh përgjegjësinë e lënies së fëmijëve me pasuri. Po kjo është tej kësaj pasurie, është e tepërt. Është e panevojshme vëllezërit e mi. Pra është diçka që njeriu në kurriz të ahiretit mori këtë dynja. E megjithatë nga risku çfarë mori? Thjesht atë pak që do marrë secili njeri. Dhe nuk është se ndryshon gjë. Kështu ironia është se duke vrapuar pas dynjas, ai as dynjan se fiton sa dëshiron, e as qetësi shpirtërore nuk ka. Madje hadithi nuk kupton se njeri i tillë në fund mbetet i përurur dhe i nënçmuar vet. Pra mbetet i vetmuar. Dynjaja nuk i dorëzohet atij, përkundrazi e bën atë të varur dhe skllav të saj. Ai mbetet duarbosh në aspektin e lumturisë, të vërtetë sepse ka humbur ahiretin. Dhe nuk ka fituar vetë sa të pak pjesë të dynjas,
që është krijuar për të. Në këtë mënyrë angazhimi i tepruar pas dunjallakut nuk i sjell ndonjë dobi njeriu, thjesht e privon nga lumturia në këtë dynja dhe përjetësia në ahiret. Pra vallahi ky është njeriu më i humbur. Do ta lër pasurinë pas, do ta fitojnë të tjerë që do të vinë pas tij, edhe ata nëse do kenë mend, do ta përdorin si duan. Në të kundërt, të njëjtin fat do të kenë të gjithë. Kështu vëllezërit e mi, si përfundim, ky hadith na mëson se balanca e vërtet në jetën e besimtarit arrihet kur prioriteti ynë kryesor është ahireti, kënaqësia e Zotit dhe përjetësia në xhenetet e Tij. Ky është qëllimi pse na ka sjellë Zoti në jetë, fitojmë xhenetin e Allahut xhaleshan. Kjo nuk do të thotë braktisim dynjan, punë të kësaj bote, por mos të lejojmë që ato të sundojnë zemrën tonë. Dhe në kurriz të ahiretit, thjesht vetëm të mbledhim lukse dhe teprime. Përmbush detyrimet e tua, nevojat e jetës, madje edhe ndonjë luks, por jo në kufite ekstravagancës dhe largimit ose teprimit, s'ka nevojë gjëra të tilla. Nëse njeriu sa më shumë të kufizohet me gjërat e nevojshme, të domosdoshme për veten dhe fëmijët e tij dhe familjen e tij, aq më mirë është sepse do të jetë i lirë për ahiretin. Dhe shfrytëzoj kohën me sin që ka dhënë Allahu xhaleshanu që të fitosh kënaqësinë e Zotit dhe përjetësinë në xhenetet e Tij. Ky është një kuptim i drejtë që na jep profeti sallallahu alaihi wasallam. Një zemër e tillë edukuar me pasuri me Allahun subhanahu wa taala. Edukuar domethënë me pavarësi ndaj pasurive të kësaj dynjaje, nga njerëzit dhe krijesat e kësaj dynjaje, kjo zemër është një zemër e qetë që nuk do ndihet asnjëherë të rrezuar. Do vazhdoj udhëtimin derisa të vijë vdekja për të gjithë. Elos Allahu subhanahu wa taala na jap këtë zemër të kënaqur me të, na bëj që të kënaqemi me pasurinë që na ka dhuruar dhe mbi të gjitha me imanin dhe mirësinë që na ka dhuruar Zoti i Madh subhanahu wa taala. Se fundmi çoni salavat e profetit ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.